والفوز بالجنة عبادك سوانا كثير. Vazhdojmë edhe me temën si të shpëtojmë nga zjarmi i xhenemit. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Gjithashtu prej rrugëve që të shpëtojnë prej zjarmit të xhenemit është i mbështetësh Allahu subhanahu wa taala, ashtu siç i takon Allahu subhanahu wa taala. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. Gjithashtu prej rrugëve të cilat të bëjnë të shpëtojsh prej zjarmit të xhenemit është të falemendrojsh Allahu subhanahu wa taala në momentin e sprova dhe musibete. Gjithashtu ai i cili fal namaz nafil. Gjithashtu prej veprave të cilat të bëjnë që të fitoj xhennet e të shpëtojnë nga zjarmi i xhenemit është që mos të idhërohesh. Gjithashtu prej veprave që cilat të bëjnë që të shpëtojnë nga zjarmi i xhenemit, ta përfundojsh ditën tënde me mirë dhe ta përfundojsh jetën tënde me mirë. لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. Gjithashtu prej veprave të cilat të bëjnë që të shpëtojsh prej zjarmit të xhenemit është kërkimi i diturisë, njohja e dinit të Allahut, të njifesh me fjalët e Allahut, të njifesh me fjalët e pejgamberit sallallahu, është faktikisht lehtësim, është një rrugë e cila të lehtësohet për në xhennet. كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما. Gjithashtu prej veprave Allah i dashur musliman që të shpëtojnë inshallah nga zjarmi i xhenemit është i pendohesh Allahut sinqerisht dhe të veprojsh vepra të mira, të i kthesh Allahut subhanahu wa taala, të bësh pishman për ato mëkate që ja ke bën, të heq dorë prej mëkate, të largosh mëkate, të afrohesh te Allahu subhanahu wa taala me vepra të mira, shpresh keq ardhje për ato vepra që i ke bën deri tak. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. Lëmosha dhe zgjatja e dorës me pasuri, me ata që e posedon në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, është shkak prej shkaqeve që shpëton inshallah prej zjarmit të xhenemit. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. Ashtu pejgamberi sallallahu ka tregu që prej rrugëve që shpëton prej zjarmit, ai i cili Allahu ja dhuron 3 vajza apo 3 motra dhe kujdeset për ta, pejgamberi sallallahu tha illa kunna lahu sitran minan nar, pra kujdes për ta, i ka ushqyer dhe i ka eduku Allahu subhanahu wa taala
tregon se kjo vepër shpërblet e Allahut, që këto do të jenë pengesë prej zjarmit të xhenemit. Ashtu ai i cili kujdeset për jetimet, ashtu prej veprave të cilat shpëtojnë prej zjarmit të xhenemit, dhe inshallah të bojnë që ta fitojë xhenetin. Ashtu të lexosh ajetul kursi apo të lexosh Allahu lahin këta jetë në suratul Baqara që ka dhënë pas do namazit farz, do namazit farz. جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. Gjithashtu prej veprave inshallah kjo vlen për femrat, kjo vlen për gratë që i shpëton inshallah nga zjarmi i xhenemit, respektimi i burrit dhe dhënia e hakit të burrit, hakit të burrit. Gjithashtu ai i cili mëson natë në emrat e Allahut subhanahu wa taala, Allahu subhanahu wa taala حميما فقط كمن هو خالد في النار وسقوا. Gjithashtu prej veprave të cilat të bojnë që të shpëtojnë nga zjarmi i xhenemit, vllai i dashur musliman, është të realizojsh miqësinë dhe armiqësinë, të dish se kanë e ke mik, dhe të dish se kanë e ke armik, kanë e ke armik, kanë e ke armik. Që të shpëtojnë prej zjarmit të xhenemit dhe që ta fitojnë xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, është që mos kishe gjelozin ndaj besimtarë, mos kishe gjelozin ndaj të mirëve që Allahu subhanahu wa taala ja ka dhënë qerë, ja ka dhënë qerë. فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. Ligjeratën nga seriali Rruga e Drejtë e ligjeron hoxha i nderuar Sadullah Bajrami. حينما رددت يا رب العباد أشرقت نفسي بنور من فؤادي